Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Villa 24. Këtë javë kam shijuar në maksimum. Mirëmëngjes Anduena, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Sa orë gjumë ke fjetur? Me thëmë drejtëm pak i bie. Pak i bie. Sepse pas emisionit dje, pas prime-it, Atë mendova. Mbrëm kur ju ishit live në oponent, unë isha shtrirë në krevat duke ju parë dhe thash mirë unë, se e di që të zjojmë herë dhe jam mësuar me këtë gjumin herët. Po ti si ja del? Ja dal. Kur bëhet fjalë për gatimin pastaj, duke qenë se jam shumë në psjarë pak, përpiqem që t'jem edhe edhe pak anvis, po. E di çfarë po mendoja, domethënë kur janë njerëzit në kuzhinë janë shumë të këndshëm. Ishe në një dimension kritikisht që ne jemi mësuar dhe po mendoja Anduena, ajo vajza rebele deri diku në pamje të parë në ekran, pak mos kokçar, se të duket sikur i do gjithmonë gjërat gati kështu me kërcitje gishtash. Jo, nuk është kështu. Domethënë ti edhe Anduena në kuzhinës? Unë vi nga një familje që është gjysë Debrane, gjysë Korçare. Imagjino dhe me thënë se çfarë produkti mund t'jem, duke qenë se kam një mamë e cila është shumë kërkuese për sa i përket pjesës së punëve edhe të kuzhinës. Pastaj ti e di që dhe Korçaret janë pak kështu. Domethënë ti e brezi që ditën e djel do zgjoheshim në orën 7 se do bëjmë punët. Tani nuk jam ndër aty, se çojmë 7 bëjmë punët, por që po më sot do gatuar çdo shkosh te burri? Pa tjetër, për nuk më kanë thënë, nuk jam rritur me këtë frymë, jam rritur që të bëhem për vete. Kjo është e rëndësishme. Pastaj për tjerët. Është e rëndësishme edhe unë kur mendoj gatimin, mendoj njeriu duhet të di për vete të paktën. Të shkon në mend diçka edhe do ta kesh aty në moment dhe për shëndetin, se s'ka si gjëja e bërë në shtëpi me duart e tua. Patjetër, është ushqimi i duhur për gjithë secilin është primari, se në fundit ne jemi ajo çfarë ham. Parimi që është i përditshëm i yni. Ne do flasim duke gatuar e duke bërë pak muhabet bashkë në raportin që ti ke me kuzhinën, me recetat, me traditën, me modernet, ku je më shumë etj. Ke zgjedhur një recetë sot për ne që të duhet ta prezantosh për anvisat, se mund të jetë dreka e tyre sot, pse jo? Po, kuinoa me perime. Në fakt, e zgjodha këtë jo për të qenë e veçantë, sigurisht, por për të treguar që shumë mirë ne mund të bëjmë një ndërthurjet mes tradicionales dhe modernes. Nëse kuinoa për gjithë secilin është diçka që e ham vetëm në për restorante, sepse mbas edhe nuk është në kulturën e shqiptarit që kuinoan ta ketë në kuzhinë. Po duke qenë se jam një njerëz sportiv që merrem dhe me sport, një nga komponentët më kryesor të ushqimit të trupit është kuinoa. Kështu që duke ditur që vlerat ushqimore që ka ajo dhe përbërësit që ka në organizëm dhe çfarë krijon etj. U përpoqja që këtë gjë t'ja jap edhe teleshikuesit tuaj, duke i thënë që dëgjoj, hani kuinoa se është fantastike. Dhe me perime, duke dalë tek tradita jone etj. Bëhet një drek e këndshme, se jo, edhe me shumë proteina, edhe me shumë vlera ushqimore për organizmin. Nëse kinoa konsiderohet e ka super ushqim, apo jo? Janë aty, është aty shtojmë edhe kuinoa, janë produkte që janë shumë të domosdoshme për organizmin dhe absolutisht nuk e rëndojnë atë. Okej. Mirë, ati prezantojmë ne çfarë na duhet për këtë recetën, i kemi besoj të gjitha këtu mbi tryezë, po i kemi të gjitha. Le ti shohim pak në recetë, se aty jemi të sigurt që nuk gabojmë, nuk harrojmë asgjë. Pra kemi sot kinoa me perime të pjekura, salsa tahini dhe sheg, kombinimi i lezetshëm. Domethënë do jemi edhe pak tek e ëmbla, se shega vjen pak te astat e. Po vjen mbi pjatë. Është dekori, domethënë. Përveç dekorit, i jep edhe një shije shumë të lezetshme. Ne shegën e kemi parë edhe në për sallatra, kemi parë edhe në për pjata tjera, cilat duken shumë ngjyrshe, dhe thua u ç'ne shega aty, po në fakt shega bën një lloj kombinimi me perimet fantastike dhe me kuinoa. Atëherë, një filxhan kuinoa na duhet, një kungull i njom, një patlıcan, një speci kuq, një karrot, 2 lugë vaj ulliri, 2 lugë tahini, kemi lëngun e limonit, kemi hudhër gjithashtu, shegën e tham për çfarë na duhet, kemi erzat, kripe dhe piper, kemi dhe një erz tjetër kimjon që ne nuk e kemi këtu, të jemi sinqert, nuk e kemi. Po i duhet recetës nëse e keni në shtëpi dhe majdanozi i freskët. Tani, do fillim të dyja nga puna, nëse ke nevojë për ndihmën time më thuaj, nëse do t'ja dalësh vetë si në shtëpinë tënde. Të ndihmoj vetëm me. Jo, nuk ka problem. Thjesht do na duhet të zgjem kuinoan në një tigan. Atëherë, shiko, bëjmë këtë gjë. Unë dhe sobën, se e kemi në çik me kapriço këtë sobën në ndonjëherë. Sa ujë na duhet këtu? Dgjoj, uji duhet paktën
gjysmë litri. Gjysmë litri ujë për një filxhan, kemi që të bollshëm ato filxhane. Për një filxhan kuinoa. Duhet ta zjem. Okej. Për gati 12-15 minuta. Ujin e kemi? E kemi po, e kemi aty. Kështu që... Ndërkohë që kemi radhitur këtu në kuzhinë dhe të gjithë përbërësit e tjerë që do të na duhen për këtë recet, kemi hudrat, kemi tahinin, kemi perimet që do na duhet t'i presim. Përvishu. Ja, kaq. Mbaroj, aq deri te hyrja jemi bukur. Patjetër. Ja, nuk është problem, duhet të kemi larë. Atë thikën tjetër e kemi jo sharre. Mos e ke më lehtë për serzavatet. Ai madhja fare. Prit. Është kjo këtu. Apo kjo tjetër. Unë përdor këtë, zakonisht. Këtë duhet përdorin. Gjithmonë, domethënë. Ke parasysh në shtëpi kur i ke raftet plot në kuzhinë dhe ti merr po atë tigan, po atë tenxhere. Nuk e di, është shkondora. Është tek të preferuarat. Tani për çështje më shumë tretje se sa për çështje bukurie, pjata vërtet duhet jetë ta haj syri kur i thon, po mirë që na shkoj shumë butë në stomak. Mirë që të gjitha perimet të prije në formë kubike. Okej. Për ta bërë sa më të lehtë edhe tretjen e tyra. Më Janila që më bërë, kisha kohë pa u futur në kuzhinë. Shiko çfarë nuk gatuaj çdo ditë edhe për shkak të qenurit me fëmijë e tjerë, kështu që unë dua rregull ta bëj. Po do të që në shtëpi se që jep drejtim shpejt këtu kur e di që po të komentojnë edhe mënyrën si po mban thikën, sikur të vinë gjërat natyrshëm. Të vjen ky komenti në shtëpi? Vjen, po pse ashtu prihet. Po pse? Edhe nga ndjekëset, nga sonja. Se ne kemi anvisa kryesisht tani që me shumë mundësi janë duke bërë gjithë gjë si ne, po gatuajnë, edhe janë dhe shumë të zonjat anvisa shqiptare, me thënë të drejtën. Me thënë drejtën, si nëna tona nuk kam, do me thënë, por ne jemi një brez që kemi ngelur pak në... Jemi shumë i distë. Po, sepse jemi rritur me atë lloj frymë, ne kemi parë mamin duke gatuar, kemi afruar, kemi thënë çfarë duke bërë, çfarë duke gatuar, prita shoh si bëhet. Unë mbaj mend që deri vonë, para se të niste puna ime shumë e ngarkuar, me thënë drejtën, gjithmonë e kam bërë këtë që mbaja shënim. Aty që mami e thoshte, ngjisja diku aty në një dollap, në një flet dollapi, dhe pastaj përpiqesha që ta realizoja atë edhe në shtëpinë time. Por jo... Nuk e di, brezi sotëm që thot çfarë do as sot, ku do ma marrësh ushqimin? Po. Siç është djali im, besoj dhe djali jot. Po, i duam këto të gatshmet një çik, po. I duan shumë të gatshmet. Shpesh janë dhe zgjidhje, s'kemi ç'bëjmë. Ani këto gjërat ne do të vëmë diku në një tavë. Okej. Nëse të duhet ndonjë gjë tjetër më thuaj. Jo, nuk besoj që furrën e kam ngrohur unë. Shumë mirë. Besoj ka filluar ngrohje. Okej, po, ka nisur të ngrohet. Duhet në respekton të gjitha vaktet, je natyrë që nuk del kur pa mëngjes, që do kesh gjithmonë diçka në shtëpi kur të kthehesh, apo ha dhe jashtë, ose merr me vete? Shiko, ju me vete jo, nuk merr mirë. Mëngjesin e konsumoj gjithmonë. Përpiqem të mbaj një lloj diete edhe për sa i përket siç janë këto produktet që ti duhet i pish esën në mëngjes. A i bën ato? Po, përpiqem t'i bëj, po. Edhe mi që i bëj vetë, dhe mami. Tani ka dalë ky trendi i vaj ulliri me limon, se që kam parë kështu në, jo, nuk jetë e këto shotë. Faraqia, mjalës limon në mëngjes, esën, pastaj mund të konsumoj diçka, një briosh, nuk është e thënë, do të thënë se varet nga dita, nga ngarkesa, po kështu ushqime vete jo. Nuk marr. Jo, nuk para marr. Jo, sportin, aktivitetin fizik, edhe ndonjëherë njerëzit që janë që këtu po, përpiqem që drekën ta ha mirë, sepse edhe për shkak të aktivitetit fizik, edhe për shkak të ditës që duhet ta përballoj me ritëm të me energji, se jo të gjithë të kuptojnë që je në formë, si je në formë. Fundi duhet reflektohet ajo. Patjetër. Nëse ora 4-5 të zënë atë kutjen e fillit, me thënë drejtën nuk ka gjë më të mirë se sa ti jesh aktive, qoftë edhe me sport, se disa e shohin si lodhje, unë e shoh si një karikim, kur i thamë, të gjës, sepse shumë njerëz perceptojnë që sa rehat është kjo. Ashtu lexohet shpesh, po. Si ka mundësi? Po jo, nuk është ashtu. Sa në Terezia ka. Ore, si nuk shqetësohet. Po, ka të bëj shumë edhe mënyra se si ti jeton, si e merr ditën. Sa e përgatitur je për ta bërë. Kush janë aftësitë tua për t'i përballuar dhe problemet, edhe ato gjëra që nuk shkojnë. Po me thënë drejtën, duke qenë se ti e
unë mendoj që si që percepton, ashtu edhe të vjen. Po, Kur e është ajo që percepton thërret që që themi unë herë problemin pas me thënë të drejtën, më se falë. zdua na u S'ka derë. që ka patur. Që është kur bërë mua betu. Po pra. Në momentin që ti e percepton si problem do ta kesh. Në momentin që problemi hëtë zjatë 3 minuta, atëherë unë nuk mendoj që ti e në kushtet e mbijetesës. Kështu që... Me orë në dorë. Filloj. Po. I ti dhe është dhe ushqimi, edhe gatimi, që nuk do ta marrësh asnjëherë mes. Në fakt. Po. Më kujtohet kur kam qenë pak më vogël, kur jetoja në shtëpi me prindrit dhe me vllajin, më vinte shumë përdorësh për të gatuar sepse edhe merresha, nuk është se kisha shumë impenjime, shkolla vetëm. Edhe kishte pjata të cilat filluan që mami dhe vllai dhe babi nuk i donin më nga mami, po i donin nga unë. Ishte tavat, shumë që bëja, ishin mëngjeset, që ishin pak me kalori, por qënë si ka, ishin shumë të shishme. Kështu që kam lënë edhe një shihet mirë tek. Është bukur kështu. Po tani, nuk është se kam shumë kohë që të gatuaj, e shoh mami që gatuan për festa të ndryshme, por nuk është se impenjohem shumë. Vetë si e ke raportin me festat, me drekat në shtëpi, ku di unë afton njerëz, apo i shmang preferon jashtë? Përpiqem që të mos t'i lodh prindrit. Edhe në sensin që mami e shikoj që impenjohet shumë në gatim, harxhon kohë të tëra, lodhet sigurisht, edhe duke qenë se nuk jap kontribut për ta ndihmuar atë, preferoj që t'ja bëj pak më të lehtë, por jo gjithmonë janë dalë, se ka dhe momente ku njerëzit e afërm të familjes time kërkojnë duart e saj, duan pyrekun e saj, duan sallatën ruse të saj, duan ëmbëlsirat e saj, kështu që jo gjithmonë ajo gjëja ka... S'ka që merrem unë me të. Faleminderit Anila, po nëse unë e bëj në shtëpi, kush do ma bëj këtë gjë? E zëm. Sa larg jemi në të dyja, më bëj një zile. Nuk e di sa larg jemi, besoj se jemi fqinje, më duke të bëjë. Thua? Jemi fqinje. Mos ndajmë gjë një treg perimesh bashk? Po. Po, mendoj se po. Atëherë. Kaq me detajet. Nuk ka kaluar 10 minuta besoj të kësaj. Jo, duhen edhe pak fare. Kujnoa duhet të bëhet, duhet të filloj të bëhet pak e butë, sepse ajo normalisht është pak e fortë, dhe në momentin që bëhet e butë, do ta lëmë vetëm pak të ftohet për ta serviruar pastaj në tavolinë. Okej, shumë mirë. Okej, Patollxhan. Andola, ku je më mirë tek ëmbëlsira, tek ke një recetë që ti e di që ja del gjithmonë, do më thënë të del me sukses? Dëgjoj, nuk është të thënë që unë përqafoj ushqimin, sido që tjetë. Nuk bëj naze, përveç ngjallave, që nuk i konsumoj, nuk e di, më duken... Janë pak të sikletshme kështu? Po jo, nuk është çështje siklet, nuk e shijoj fare ngjallë, nuk e di. Nuk më pëlqen. Pjesa tjetër pastaj është shumë e dashur për mua. Mund të konsumoj pafund peshkun, produktet e peshkut, mishin sigurisht me pak dëshirë, nuk është se përpiqem që të ushqem e mirë, se më duket shumë i rënd për organizmin tim. Edhe pastaj pjesa tjetër, perimet, suprat, sallatrat, ëmbëlsirat, pse jo, ëmbëlsira është tamam kur i thon ëmbëlsira. Çështja vital. Duhen nga pak të gjitha. Kështu që si ka raportin me dietat, ka patur një periudhë në jetën tënde që tani që e kujton thua? Jo, asnjëherë. Jo? Jo, po nuk. Shiko, pesha e trupit që kam ma ka lejuar këtë, ma ka bërë më komforte, edhe ushqimin, sepse unë nuk kam pas nevojë për dietë. Por, për të ushqyer healthy, shëndetshëm po. Këtë e kam kështu, e kam parim. Duke ardhur vitet kalojnë, sigurisht, dhe unë bëhem me kujdesshme në ushqim. Edhe zakonisht miqtë e mi që më ftojnë për dreka ose për darka, kur më thonë, nuk më thonë, Andohen, do ikim për drek, po thonë, do shkojmë të pickojmë diçka, se e kam edhe në zhargonin tim, që nuk them do shkojmë të ham, po do shkojmë të pickojmë. Sepse përpiqem po të pickoj, jo të ushqehem me ato pjatat e bollshme. Normale se do njeria, më merr dhe mua ndonjëherë uria, futem edhe unë shumë me kokë. Edhe s'di ç'bëj dhe s'di ça, por ndodh shumë rradh në ditët e mia që nuk para ndodhe. E kam ullur shumë ndoshta. T'ja ngrem pak edhe një herë? E ja, filloj, po i lëshon këto. Shumë pak, po i lëshon ato. Tani, ne këtë gjë... Çfarë do i bëjmë perimeve? Do t'jetim krip, piper,
vaj ulliri, unë them që të jedhim të krypën e aromatizuar, e cila ka edhe pak erza, kështu që unë them që jemi okej. Okej. Për një pjatë. Dhe thoshte mami ime, shumë e rëndësishme të gatuash me dashuri. Po. Them po mirë, ku ta gjej? Ingredienti kryesor e themi dhe ne këtu është të gatuash me dashuri. Të gatuash me dashuri. Ta bësh me qef atë gjë. Po, me qef, me qef. Me qef se sikur çështja e energjia është. Po. Ke drejt. Pak piper, në fakt do t'ishte ajo gjëja që na mungon, po nuk ka problem. Por nëse do ta keni ju do të shtoni tani. Kishte momenti. Patjetër. Pak vaj ulliri, sepse është një nga produktet më të shëndetshme që unë besoj që nuk ka familje shqiptare që unë për shumë kur e blej vaj ulliri, e blej me bidona. Po nuk kam fund. Jete këto blerjet me miq që ta gjesh aty. Po, dhe ku dëgjoj që, ua, mora kështu vaj ulliri ishte shumë, ama bë një 10 kg, do me thënë, se përpiqem që mos më mungoj në shtëpi, është gjëja që unë kohët e fundit kam filluar që edhe ta konsumoj shumë, duke shmangur gjalpin, në shumë momente. Se ne kemi fatin që kemi këtë jetën mesdhetare që na karakterizon, edhe ca produkte i kemi të mira. I kemi shumë të mira. Po pse mjalti, bulmetra, patjetër. kemi. Kemi, po jo gjithmonë e kemi, se ka edhe njerëz pak mashtrojnë kështu, ta bëjmë bio, po në fakt e ke jo bio. Tash, sa ngjyra ka? Gjuna mos thahet kjo. Po pra. Bërë nga duart e tua? Po tash. Ashtu. Se edhe nuk besoj njerëzit o që bëj punë gatuar. E thashun që në fillim nuk ta je përshtypjen që do të bëje kaq bukur këtë perimet që të një trajtshme. Sta ja, po ja që jam tjetër gjë. Bukur. Edhe përpiqem që edhe kur i bëj punë të shtëpisë dhe kur gatuaj, të shfrytëzojmë pak kohën të bëjmë 1-2 hurdhra se na duan. Këto duhen vendosur në furrë? Nëse do të çoj unë? Quinoa është bërë gati, është trashur masa, e shikone. Vjen edhe duket që është zjerë, nuk mund të zihet më shumë sepse bëhet pastaj si e humba të qëndrueshmërinë dhe kështu që të lëm pak të ftohet, dhe pastaj do ta servirim në pjatë për t'i hedhur edhe ingredientë të tjerë. Kjo është mirë që të futet në furrë, e fusem tani, e çoj unë me një herë furrën, e kemi gati. Sa duhet, vetëm me kujdes duar të lutem. Po, pa problem. Në rregull. Diçka ra, ose çfarë ra? Një copë e vogël karrote. Tani, ora është 9:24, ne do jemi besoj dhe një 3 minutësh, që do të thotë do vim prap. Kemi një kështu hapësirë publicitare që i lëm kohë perimeve të bëhen gati, po ndërkohë vazhdojmë bëjmë një gjys gati një proces tjetër pune ne, që janë hudrat, tjetër çfarë do bëjmë? Ta qërojmë dhe shegën, se dhe kjo shega do pak punë. Do qërojmë dhe shegën, po ke drejt. Për të jap këtë. Shega për se në merë pak kohë. Kemi dhe një tas të pastër. Si i thonë kësaj fruti jetës, apo ja? Ndjes isha largë si dëgjova. I thonë fruti jetës. Fruti jetës, po vërtet shumë mirë. Një lëng shege, me karrotë. Vetëm kujdes, mos bëhesh pis. Edhe po bëm pis. Po shega sikur si ishet njolla. Ka problem. Prandaj mi veshur me kafe, se mund të shëvesh edhe me të bardha. Kështu që është një nga, unë besoj që nuk është vetëm çështje personale, por nuk besoj që ka njëri që nuk e pëlqen shegun. Është pak problem për ta qëruar. Ty është gjithë sikleti. Në shtëpinë time ka marrë një 7 makineri për të qëruar shegën dhe në fundit me dorë, pra. Po si ka mundësi? Deri te lëngu janë mirë ato që, po tek qërimi, se çka dhe ca truqe kështu, nga këto shkunde, ktheje. Jo, tamam, jo. Pikërisht ato janë ato dhe janë, nuk di se sa ka marrë. Por nuk e di nëse në periudha agjërimi njerëzit e kanë çik për pjesën e kuzhinës, patjetër duke qenë se agjërojnë gjithë dhe unë i përgëzoj, do me thënë, për atë sakrificë që ata bëjnë. Dhe janë në fund, nesër është Bajram, kështu që ka kaluar një muaj i bukur, ka një energji pozitive muaj Ramazanit e mëra. Po sigurisht, sepse njerëzit bëjnë më të mirë. Po pra. Po sikur t'ishte agjërim gjithë. Të pak të në mëndje, mja thonë të frenohesh nga ca sjellje, nga ca. Që do thotë ne kemi vetën në dorë përfundimisht.
Recetën e kemi në ekran gjatë kohës që edhe gatuaj, nëse e keni humbur në pjesën e parë, ja ku e kemi bashkë edhe një herë, këto janë përbërësit që na duhen, një recet e shëndetshme, nga Andoena që na vjen kjo recet sot si propozim, mund të jetë edhe një vakt dark e kam përshtypjen, për ata që konsumojnë dark të herët. Dark herët. Ja, dollëm të shëndeti prapë. Sepse ka dhe diçka, duke qenë se quinoata, thash, ka vlera ushqimore. Do të thënë është një produkt i cili tretet shpejt, absorbohet shumë shpejt në organizmi. Nuk besoj që është diçka që nuk mund të hahet në darkë, sigurisht që mund të hahet në darkë. Ajo vjen më shumë në formën e sallatës, se sa në formën e gjellës. Pra është ka këtë që mund të merret edhe me një tas me vete, në punë. Po, mund të merret, patjetër mund të merret edhe me vete. Bëjmë pak pushim. Të lodhëm? Pushim, jo, fare. Oke, ke nevojë për një kafe për në një gjë? Jo. I ke kryer, the ha mëngjes, kështu që i ke bërë në shtëpi këto. Adetet e mëngjesit. Publicitet kemi ne tani, ju presim në kuzhinë, do ta vazhdojmë recetën kur të kthehemi në pjesën e dytë. Kthehemi prapë. Ja ku jemi në studio, një mirë mëngjes tjetër, për ju që zgjojni pak më vonë, që tani keni ndezur televizorin, që po mendoni çfarë do bëni për drekë sot. Ne i nisëm, se punët bëhen që në mëngjes. Po patjetër. Kështu duhet bërë. Si thënë se grua për shtëpi. Ashtu. Çfarë kemi bërë ne deri tani? Bëjmë një kujtesë të vogël. Me qënë se gjatë kohës që edhe ishim njana u bëni pat, jam pjekur këto zarzavatet që vendosëm në furr, të vogla, të bukur, ngjyra, me vitamina, me erza edhe vaj ulliri, i kaluam në furr për rreth 20 minuta, 15 minuta, varet nga temperatura që ju do të zgjidhni. Po marrë një ngjyrë ato, kështu që tregon që janë pjekur. Kinoa gjithashtu është përgatitur, kemi qëruar shegën, kemi edhe tahinin këtu, hudhrat gjithashtu i kemi gati, do të përdorim dhe lëngun e limonit nuk e di në ç'moment moment. Kështu që tani do flasim pra për këtë salsën e tahinit. Do më thënë, në lindje është një nga salsat që përdoret jashtë mase pothuajse në çdo lloj vakti, në çdo lloj ushqimi. Ka një përbërës krijohet nga farat e susamit, ka shumë minerale dhe vlera ushqimore, protein, sigurisht, edhe është shumë e shijshme. Tani çfarë do bëjmë ne me tahinin? Do përpiqemi të shtrydhim pak limon, po para se të hedhim limonin, është shumë mirë që tahini të jetim edhe urdhrën e të soptuar, ose të shtypur, varet edhe nga dëshira për ta konsumuar. Mirë do ishte që duke qenë se është një sals, urdhra të visa më e vogël, për të mosu përsëlluar shumë, pikërisht. Kështu që ne do ta bëjmë me copa të vogla, dhe do përpiqemi që gjatë përzierjes së saj të jemi më. Kjo salc jep jashtëmase shije ushqimit. Prandaj them që është diçka mes lindjes dhe tradicionales, sepse tahini nuk është një salcë e cila është shumë e njohur për shqiptarët. Nuk është e jona, po themi, po. Patjetër. Dona, i preferon këto recetat moderne apo produktet që na vijnë janë kështu si tahini, të pa e njohura për shijen tonë, po. Dgjoj, përpiqem që ti provoj. Pastaj nëse është në shijen time apo jo, për pjesën e konsumimit më vonë, ajo pastaj varet edhe nga ajo përshtypja se, unë mendoj që varet edhe se kë kënë tavolinë. Është shumë e rëndësishme të thëmë për shembull. Isha në një vend, a ishte mrekullueshëm, e kam shijuar shumë, po ishte me njerëzit e gabuar. E vërtet, shumë e vërtet. Edhe të shohësh, domethënë kur e veprën e botës, nuk do të duket. Nuk të shijon, shumë e drejtë. Dhe ndonjëherë je vetëm tek ai pickimi i bukës së thekur, edhe të shijon nëse je në bisedën e durë. Kështu që edhe pjesa e kësaj është. Besoj se është po ashtu dhe ushqimi, sepse edhe ushqimi shijohet. A bën pazare, del për pazar apo? Unë i bëj përgjithsisht, po. Ja kam hequr këtë bar prindërve, përpiqem t'i bëj unë, vetëm se i marr 7 herë në telefon. Po. Doni këtë, doni atë, duhet kjo, duhet ajo. Çfarë mungon? Pazari për shembull është një nga gjërat që e shijoj shumë, se nuk rregjy pa marr. I shton Duhet që të mos më mungoj, sidomos tek pjesa e erëzave, jam shumë e fiksuar tek erëzat, për shembull makaronin, pastën,
apo tavat, apo supët, i dua patjetër me produktet e erëzave të freskëta. Se duket se japin dhe çikshie, me thënë drejtën. Japin, po. Në kjo është salca tahini, cila bashkë me urdhrën bëhet një mas edhe me limon. Edhe për receta të tjera, për ndonjë brusket kështu, Po të përdoret edhe me brusketa, po, patjetër. Patjetër. Ose me pak avokado. Po, dhe i shtojmë edhe koma vlera më shumë. Kemi arruar. Më falni, po, koha bënd vetëm, me gjitha të. Kjo është salsa, tani do na duhet vetëm një copë letër të doja. Në rregull, shekot i kemi gati. Tani do bëjmë montimin, si që thonë shefat? Montimin. Okej. Kështu thonë shefat, montimin. Mirë ishte që të kishim një shef kuzhinë në shtëpi. Jepni në fund këtyre përpjekjeve tona, se nuk mund të bëjmë dot të gjitha. Kush është puna e shtëpisë që të bezdis më shumë? Këtë dikush ka enët, dikush ka hekurin, dikush ka plura, dikush ka... Kë ke më që nuk të doje të bëje? Asnjëra nuk kam problem. Vërtet? Po. Domethënë, punët e shtëpisë, ta ngrej kështu shtëpinë, është gjëja ime që mjafton mos kem njëri në shtëpi, pak muzikë edhe e kam kryer. Kurse ke pjesë të tjera, pastaj nuk kam enët, po, më pëlqen t'i laj, i përpiqem t'i laj. Po. Dhe çdo lloj pune tjetër jo, e kam shumë të... Sa mirë. Por në shtëpi kemi ndarë gjërat, me thënë drejtën. Ashtu duhet jetë në fakt, se ndryshe nuk e dalim dot të bëjmë të gjitha. Jo, po pavarësisht se përpiqem unë të e kuros, për shembull ekurin e ka babi, gatimin e ka mami, punët e shtëpisë i kam unë. Okej. Aleksejn akoma se kemi angazhuar, se është një fëmijë që edhe thotë do bëj punët, por do më paguani për punët që bëj. Kështu që puna e parë e fëmijës niska në shtëpi. Po jo, po vjeni nas, s'na kanë paguar ne, domethënë. Ne pas kemi përpunë falas. Na kritikojnë ne antuhen se po flisnim gjatë reklamave, fëmijët i kemi në të njëjtën moshë. Ne mamat, unë e shoh sa herë që e gjej veten të lodhur, se me 2 djemë e tjerë, më thonë fajin e ke vetë, sepse nuk i ke mësuar. Po. Gabim që ne, për shembull, e kemi parë, ku diun, tek partnerët, pra nuk janë mësuar nga nënat e tyre dhe na është dashur që ne ta vazhdojmë këtë, ose tek vëllezërit, pra asim vëlla nuk bëm kur punë në shtëpi, ashtu është rritur. Dhe këtë gabim ne po e pasojmë te fëmijët. Po, patjetër, po. Hase lodhet, hase gjëna, hase si mami. I vogël, po, ose do rritet, ose do mësoj. Domethënë, po koha ikën shumë shpejt, edhe ti e gjen veten pastaj përballë një fakti që ke një fëmijë që është pothuajse indiferent ndaj lodhjes tënde, ndaj përpjekjeve të tua, qanë kur ty nuk ja realizon gjërat, të mbani natë, është më tepër në një moshë që kemi fëmijët tanë, që është para adoleshencë, edhe është perëndi, domethënë, hajde të gjesh formën edhe mënyrën për ta mbajtur afër edhe për të mos e përsekutuar fëmijën, se ne jemi rritur ndryshe, ka qenë dhe koha tjetër. Dhe në fundit ishin gjithë fëmijët njësoj. Kurse sot kemi ka diferenca, po. Edhe shumë edhe thonë që pastaj nuk është një nënë e mirë. Kështu që... Po, unë nuk besoj që ka nënat këqija, më thonë drejtën. Nënat janë të gjitha të mira. Për sa kohë, sakrifikojnë për ta sjellë një fëmijë një edhe për t'i dhënë edukatën edhe formimin e duhur. Ishtuam edhe vaj ulliri tahinit. Ishtuam dhe pak vaj ulliri, sepse bëm pak më... Po, si më kremose. Tani, ajo që do të bëjmë është që do të hetim perimet mbi... Kinoa. Mbi kinoa. Okej. Kështu që... Më thuaj, të duhet diçka? Jo, asgjë. Okej. Vetëm do përpiqem ta bëj këtë me një lugë të pastër. Për të... Okej. Mos lëni kur një burr të gatuaj. Nuk e ke den se çfarë enësh mund të bëj për të larë. Nuk di domethënë. Është hall vete. Po. Këtë probleme ka, unë e kam, nuk e di a e ke në shtëpi? Jo, ne nuk e kemi, se thjesht nuk gatuan askush për veç meje. Ne kemi zgjidhur, jemi shumë rahat. Shpesh e kam hasur edhe tek mami, kur babi përpiqet të gatuajnë diçka, se normale një tigan për diçka, një tigan për po. Po, dhe enën pastaj është një kalvar i gjatë, hajde t'i lajmë, hajde t'i pastrojmë. Kjo pastaj, kjo pjatë,
se duket sikur është kështu si e rënd, po është aq e mirë, se tani njerëzit besoj që ushqen me perime. Perimi Po, plus që është këto një e thjesht janë pjatë bazë pjekur në për- vaj ulliri, nuk... aq më tepër që janë pjekur edhe janë dhe marinuar. Po. E ne. E mbushëm pak shumë për një racion, se në thamë pickojmë, me qëtë atë, ka një njerëz të rritur në këtë botë. Po mund të vendosim edhe si mesore tavolinë dhe secili merr nga pak të Secili pjata mund të marri pa, mund të marri nga pak. Në momentin që kemi hedhur këto, do përpiqem të hedhim edhe medanozën e freskët, edhe shegën. Shega pastaj është, ju nuk është dekor, është thjesht shije. Po. Vetëm provojeni, nuk e ke iden që shije ka. Sidomos është shoqëruar edhe me quinoan. Ja edhim gjithë, më. E edhim. Shega së të bën keq. Okej. Edhe sa e bukur dolën, sa e bukur duket atje. Pak Këtë majonez. ngjyra. Majdanozi është ajo prekja e fundit. Tani, këtë salcën me tahini, duhet ta vendosim në një salcier për ta apo këtu në pjatë? Dgjoj, Si do ta bëhet? vendosim në pjatë, po Okej. mund ta vendosim edhe në anash saj për ta Okej. patur sa më Më kuptoj. që mund ta konsumojnë me produktin. Pak. Këtu. Vjen erë, duket që është i freskët. Okej. Ndje. kjo. Plot ngjyra, plot shije, e shëndetshme. Pas pak do të kemi edhe një herë recet. Ja, me një herë. Quinoa me perime të pjekura, salcë tahini dhe sheg. Kjo është receta. Ju lëm edhe pak kohë të shikoni përbërësit. Pra një filxhan quinoa kemi zier paraprakisht në rreth 10-15 minuta. Na duhet një kungull i njom, një patlıcan, një speci kuq, karota, të cilat i kemi vendosur të prera në kubik të vegjël në një tavë, marinuar me kri, piper të zi, me kimion, vaj ulliri. Pasi i vendosim në furrë, nxjerrim janë gati. Dhe më pas, montimi i pjatës do të bëhet kështu siç ne e sollëm. Përbërësit e tjerë që na duhen në total janë 2 lugë vaj ulliri, pra që na duhen edhe për tahinin edhe për perimet që vendosëm në pjekje. 2 lugë tahini në një tas të vogël, ku e përzihem me lëng limoni, me pakës hudhër të grierimët dhe me vaj ulliri. Shega është edhe shije, edhe dekor që i shtohet pjatës nga sipër. Gjithashtu edhe majdanozi, i dha këtë bukurinë e fundit edhe shijen. Salcën, po e quaj salcës, në një farë mënyrë kështu vjen, e kemi këtu, ja, ku e kemi shtuar në pjatë, është kjo pjesa këtu. Në thënë drejtën edhe sipas dëshirës, se sa do ta konsumosh, por besoj që është e shijuar me të gjitha sortimentet, vjen një super shije. Okej, çfarë do ka marrë malli të konsumosh? Ka në një pjatë që i thuhet e sa kam pa ngrënë kështu? Jo. Jo. Kur të vjen e gjën mënyrë. Pa tjetër, do me thënë, në mos se kam në shtëpi do ta porosis, kështu që nuk është se kam diçka, me thënë drejtë, nuk më vjen diçka. Se po ta kisha do më kishte ardhur shumë natyrshëm, por jo nuk kam diçka që më ka marrë malli. Kur thon, si e me ushqimin? Do me thënë janë azeli e përpiqesh gjesh ato restorante që kanë ku diun gatime që na afrohen pak ne, restorante italiane etj. apo? Restorantet e mia janë sigurisht që i zgjedh dhe janë po ato. Edhe kur je jashtë, po kur je në një vend të ri? Në një vend të ri. Okej, kur lëviz pastaj përpiqem që të shikoj kush janë restorantet më të klasifikuara si më të mira, me ushqim më të mirë, edhe kaq. Do të thënë pjesë e ushqimeve është edhe dëshira për të provuar edhe ushqimin, se ka shumë njerëz që kanë aq shumë pasion sa shkojnë në një vend vetëm sa e dinë që ka një restorant që bën një specifik të caktuar. Patjetër, këtë nuk mund të bëjmë ndryshe nga të tjerët. Për shembull, në fundjavë isha jashtë diku në një restorant, të cilën e zgjodhëm e rezervuan bashkë me keshët e mia, dhe zgjodhëm pikërisht një restorant ku bënin gjëra që unë kisha qenë më parë, bënin gjëra shumë të mira. Dhe zgjodhëm diçka nga menuja që nuk e kishim provuar. Dhe duke qenë se e konsumuam që ishin produkte deti etj, na pëlqyen jashtë masës si mënyra si i kishin gatuar,
Që unë besoj që po të shkoj sërish në atë vend, do ta riprovosh. Unë do shkoj do ta riprovoj. Se si shija është një lloj fotografie në vetvete, të lidh me fëmijërinë, me një restorant, me një kohë pushimesh, me Patjetër, por është dhe çështje zgjedhje, se ne nuk jemi më tash në një fazë që mund të bëjmë eksperimente. S'ka kohë. Jo, s'ka kohë. Edhe trupi nuk reagon njësoj. Unë besoj që tani jemi në fazën që jemi selektiv kudo. Jemi në ushqim, jemi në njerëz, jemi në kafe, jemi në punë, në çdo gjë, domethënë jemi selektiv. Dhe unë nuk besoj që është koha për të shijuar ne. Jo për të na shijuar të tjerë. Ja, kështu, këtë do shijojmë sot. Selektiv. Mirë, recetën, gatimin, bisedën shumë të këndshme me Anduenën, do ta kemi pak minuta më vonë, ju dini ku na vizitoni, janë 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, News 24 dhe Villa 24, Balkan Webi gjithmonë është aty, ku do të kemi edhe recetën, do të kemi edhe përbërësit, edhe mënyrën se si e kemi përgatitur. E sigurisht që ne do t'jemi nesër në një ditë bajrami përsëri bashkë më të ftuar në kuzhinë. Antoina, ishte kënaqësi shumë të të kisha në studio. Faleminderit shumë për studion. Unë nuk knaqem me ty dhe do provojmë edhe pak nga gatimi. Shpresoj që faleminderit, shpresoj t'ju shijoj edhe këtu jam, çfarë doni? Me qejf të madh. Me kënaqësi. Shumë faleminderit, ditë mbarë të kesh. Edhe ju. Mirë, shkojmë në publicitet tani edhe rikthehemi. Bësh, mund të bësh. Asgjë më një laqa thua.